Momentalisht, pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanyahu, por ose Egjipti nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i ndalin ndihmë. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është premat për forcë dhe sipas tyre ata nuk e shohin me sy të mirë ngritjen e Iranit, forcimin e Iranit. Mirë po, është një luftë mund të them që bëhet edhe në aspektin e përbrendshëm ideologjik në botkuptimin islam, por edhe në primatin e forcës dhe kontrollimin e resurseve, sepse po që se kemi mund të them një ndryshim në aspektin e përgjithshëm ose të marrjes kahje të luftës që mund të përfshijë edhe shtetet e tjera të regionit, atëherë edhe për këto vende ose tri fuqitë që përmenda, Turqinë, Arabinë Saudite dhe Iranin, nuk do të ishte ndoshta shumë e përshtatshme. Sipas jush, cili është çelësi i përfundimit të këtij konflikti? Mendoni se ka ndonjë gjë që mund ta përfundojë komplet konfliktin pa u përshkallëzuar? Mendoj që është e para programi iranian në bisedime, i cili ndoshta mund të ketë, por do jetë me kushte. Nga se po që se për Irani duhet të them kështu, nuk është mendimi im, ajo është çështje që kërkojnë këtë rast amerikanët, me disponimin e Izraelit, që ky program do thotë të përdoret vetëm për programe dhe qëllime që kanë të bëjnë për medicinë, për energji, për furnizim energji elektrike. Bile Rusia ka nënshkruar kontratë me marrëveshje me Iranin për ndërtimin edhe të 7 apo 8 centraleve për qëllime pasore. Bushera nuk goditet në pjesën, mund të them, ku ka 200 inxhinierë dhe ekspert rus. Putini dje deklaroi që ka marrëveshje dhe komunikim me Izraelin që mos goditet ky central. Iran do thotë, ndonjëherë njeriu mendon që ka kalkulime të tilla që mund të jetë luftë me precizitetin e marrëveshjes, ta quaj kështu, ose asaj që deri ku mund shkohet dhe deri ku jo, do disa vija të tilla. A ka shpresë? Mendoj që e para është programi, marrëveshja, kombinimin asaj peshës, mund të them, të bisedimeve. Por problemi është të dy fuqit, mund të them, të regionit, Izraeli dhe Irani, kush do jetë fituesi kësaj lufte. Dhe rezultati pastaj mund të nxirret që të dy palët paraqesen si sukses, si fitore, meqense mendoj që edhe Izraeli ka humbur kapacitetet e veta, është në limit, sidomos në aspektin e municioneve, pastaj të tërë teknologjisë që nënkupton në mbajtjen, pastaj organizimin dhe fillimin e marshutave, duket F-35 që ka një pauzë 7 pas aksioneve, dikur mos gaboj 72 orë. Të gjitha këto komplikojnë situatën, nga se Izraeli është një vend i vogël, është një vend dikun sa Shqipëria me 14 milion banor, dënësi më të madhe, do thotë, për shkak të mund të them të asaj që paraqet natyrën historike të 3 religioneve feve abrahamike, dikun 8 milion ebrej dhe 7 milion arab. Do thotë është një vend që i vogël, ta quaj kështu, por kuptohet që ka ndihmën edhe për kujdesin e fuqisë më të madhe botërore. Meqense po them fuqisë më të madhe botërore, nga sa rendi i botror nënkupton krijimin e asaj shumë polaritetit, i cili edhe në këtë luftë po sfidohet, unë fal shpreh, po testohet. Dhe kjo do të ishte është ndoshta momentumi që ka shans, po që se arrihet ajo marrëveshja e 3 aktorëve të influencës botërore. Këta 3 aktorë do ta ndojnë zonat e influencës botë, amerikan, kinez dhe rus. Dhe këta mund të vinë përfundim që kjo luftë është në interes të tyre dhe të paqes që të ndalet. Shkop magjik tjetër është problem të bie, ose ai që arrin që ta ndërmoj kundërshtarin dhe të dorëzohet pa kushte.
është e dhimbshme për gjithë, qoftë banorët në Izrael, qoftë në Iran, për qytetarë, për civil, që goditjet e të ardhmes, po që eskalon situata, do të jenë të dhimbshme edhe për Tel Avivin edhe për Tehranin. Qartë, zoti Viladhi, unë ju falenderoj shumë për përgjigjet tuaja të theduara dhe për këtë analizë që ndriçon më shumë këtë konflikt. Është kënaqësi çdo herë, faleminderit. Faleminderit juve.